Nderuar shikues të podcastit Okult, mirëmbrëma. Jemi sot përsëri në emisionin e radhës. Si zakonisht sigurisht do flasim për ngjarjen kryesore që ka ndodhur në gjeopolitik, për luftën midis Perëndimit dhe Izraelit ose luftën e Perëndimit me proxy war nëpërmjet Izraelit, por në rastin e Amerikës nuk mund ta themi këtë sepse ka marrë pjesë vetë Shtetet e Bashkuara në bombardimin që bën para disa ditësh në 3 objektet siç u deklarua ku prodhoheshin beshe pasurimi uraniumit dhe ishte teknologjia paraprake për ndërtimin e atyre armëve bërthamore ose kokave bërthamore të raketave. Para se të prezantoj me të ftuarin e sotëm, që e kam të zakonshëm këtu në podcastin tonë, dëshiroj të kujtoj të gjithë atyre që ende nuk kam bërë subscribe, sepse ka video që shkojnë nga 45.000, sikur 2/3 të bëjnë subscribe, për njerë shkon rreth 30.000 subscribera. Prandaj ja u kujtoj këtë, sepse shumë njerëz përfitojnë nga video tona duke i marrë free dhe një subscribe nuk e bëjnë. Megjithëse kam kaq kohë që u them subscribe, një klik është vetëm, pap, atje kur hap atë, kur shkruan Okult atje në YouTube del subscribe, pap, një klik, pa lek, pa mundim, pa asgjë dhe ja ku bere antar dhe lajmërohesh sa herë ke dhe notificationin atje që të njofton. Kudo që ti jesh në telefon të vjen notificationi dhe sa herë hap YouTube-in të dalin videot e tua të preferuara nga kanalet që ke bërë subscribe. Por gjithashtu dua të falenderoj ata që kontribojnë këtu me sponsorizimet e tyre për reklama, të cilët shfaqen vazhdimisht në krahun tim dhe që mund t'i gjeni për kontakt në YouTube, mjafton të fusni emrin qoftë për mallrat, qoftë për shërbimet cilësore që ata ofrojnë dhe që janë përzgjedhur nga ana e podcastit ton. Keni dhe një numër telefoni këtu, ku ashtu siç na shkruani dhe na sugjeroni vazhdimisht për çështje të ndryshme dhe që ne u përgjigjemi sa herë që shikojmë të arsyeshme, mund të vazhdoni të na shkruani gjithmonë në WhatsApp në numrin që del këtu në krahun tim. Mirë, tashi menjëherë po fillojmë temën dhe po ju prezantoj të ftuarin, i cili është Olsi Azgji dhe që e kemi këtu duke komunikuar nga lart nga Malajzia e largme aty ku ai jeton dhe punon për momentin. Olsi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, selam aleikum. Javë shumë e rënduar dhe fatkeqësisht na tolën ato parashikimet që kemi kohë që ne i bëjmë, megjithëse shumë njerëz kanë qeshur dhe janë tallur e kanë thënë fantazitë e këtyre, këta janë luftënëzitës, këta janë diellin të keqen, këta sepse njerëzit kanë një perde përpara syve, shumë njerëz dhe kanë një vello që nuk shikojnë dot se çfarë ndodh pak më tutje se pragu i shtëpisë së tyre. Ne sigurisht që përpiqemi të sjellim realitetin dhe ngjarjet që ndodhin dhe të bëjmë dhe ndonjë parashikim tonin, ku secili pastaj ka mendjen e vet dhe mund të parashikojë. Dhe gjithë qëllimi është që t'i mbajmë shqiptarët jo në Matrix, po të përpiqemi t'i nxjerrim nga Matrixi, t'ju tregojmë se cili është realiteti që do të vi për t'ju thënë atyre që mendoni, gjeni një rrugë zgjidhje, si të shpëtojmë nga ky realitet dhe si duhet të sillemi kur këta që na drejtojnë në këtu dhe që janë vegla të atyre që kërkojnë të bëjnë historinë, duan të na fusin në një kurth ashtu siç na futën në kohën e pandemisë, ku ky i gjati dilte dhe theshte mos na turpëroni, pak ditë do rim këtu brenda dhe shumë shpejt çdo gjë do kaloj. Rini brenda, mos na turpëroni, hyni brenda dhe pasaj me atë Shqipëria buziqesh, edhe djalli duke buziqeshur që ishte një vaksinë që ja u futën njerëzve. E keni dëgjuar tash një lajm që po qarkullon ende nga Anglia, Olso, thuhet që do të ketë vdekje shumë të mëdha sepse është rritur 2 deri 4 gradë temperatura, ka filluar kjo ngroja diellore dhe në Angli. Domethënë tash në Londër është 37 gradë, kupton, temperatura të mëdha në Wales, në Angli, në Athinë ka të rjetën 45 gradë, 47, 48 në kori gusht.
s'kemi parë ndonjë pikturë ose skulptura të grekëve të lashtë që t'jenë të veshur me palto, me kokore, të gjithë të zhveshur me ato tunikat e holla, me këmbët jashtë, me sandale dhe romakët e lashtë, me ato panciret që i mbulonin deri në kërcin, me sandale dhe me shpata e me krahët jashtë. Kështu janë të gjitha skulpturat dhe pikturat, pra kjo temperaturë ka qenë dhe mendoj që këta duan tash të godasin me këto armët me frekuenca të larta të antenave 5G për të goditur ata që kanë imunitetin më të dobët, sidomos të moshuarit, se kështu thonë çfarë mbi 65 vjeç do ta kenë keq të mbijetojnë, do ketë pa para në London, Wales, dhe unë parashikoj që kjo është e lidhur me atë komplotin e madh ku edhe Rama u përpoq t'i fuste shqiptarët në vath dhe shqiptarët prap vende e votojnë Ramën, Manastiliun e tërë këto çfarë janë këto enturazhi i këtyre kriminalëve që i futën shqiptarët në thertoren e madhe të pandemisë. Mirë, Olso, si e ke lexuar këtë luftën Izrael-Iran dhe tash u shtua edhe një komponente tjetër shumë e fuqishme, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilët pas një sulmi që ndërmorën para 2 netësh, deklaruan që sulmi ishte vetëm mbi këto 3 impjantet ku prodhoheshe pasurimi i uraniumit dhe nuk kishin objektiv domethënë popullata dhe civilët dhe as objekte të tjera ushtarake me përjashtim të këtyre të trejave. Presidenti Trump deklaroi që u arrit objektivi, këto u shkatruan dhe tash i kërkojmë Iranin në tavolinë. Mos e lexon një çik kështu që presidenti Trump i friksuar, nuk e di sa e di Olsi që i kanë filluar t'i dalin këto fotot në atë ishullin e Jeffrey Epsteinit me kalamajnë të vegjël, i kanë nxjerrë një 3-4 foto, janë bërë ca postime ku nëpërmjet cilave ishte kërcënuar për të hyrë në luftë, sepse gjithë enturazhi që sollin pushtet presidentin Trump, siç është ajo Heritage 2025, dhe të gjitha ato i fet që janë aty, një pjesë e madhe e tyre janë antisionistë, jo anti-gjuishe, mos i ngatroni. Askush nga këta që janë antisionistë në përgjithësi në botë nuk janë anti-gjuish ose aq më keq anti-ebrejnë. Ebrejtë janë një racë shumë e respektuar, që shkojnë shumë me popujt e tjerë, ata janë semitët e vërtet atje në Izrael, dhe në përgjithësi ata kanë një dashuri të madhe për të gjithë popujt e tjerë arab dhe në Amerikë kudo që janë ebrejt ose ata që quhen sefardik, gjuish sefardik, në përgjithësi të gjithë janë kundër planeve të sionistëve, të cilët nuk janë semit, dhe kjo është çudia më e madhe se këta në qoftë se ti del kundër sionizmit, pra projekteve për të ndërtuar Izraelin e madh kundër interesave dhe jetës së popujve të tjerë në lindjen e mesme, ti menjëherë etiketohesh sikur je antisemit, pra anti-ebre. Në fakt më semit janë arabët dhe palestinezët, sesa edhe popujt e tjerë arab aty në rajon, sesa sionistët, sepse siç u thash, një përqindje e lartë e popullit të Izraelit nuk janë semit, por janë popujt të tjerë, ku përfshihen kryesisht ashkenazët, që janë popujt turanik, popujt turq të bardhë, dhe ka semit të verdhë, ka dhe semit të zinj, siç janë etiopianët, nigerianët, por edhe të tjerë të cilët janë bërë semit qysh në kohërat e Mojsiut, pra janë bërë gjuish qysh në kohërat e Mojsiut, por edhe më mbrapa duke përqafuar fenë gjuishe të çifutëve, pra siç i themi ne në Shqip, pa pejoracion. Nuk ka pejoracion në fjalën çifut. Kush thotë që është pejoracion, nuk e njeh mirë historinë, se pa Olsi edhe ti bëre debat një ditë
me dike, sepse këta flasin dhe nuk i njohin gjërat se si janë gjërat e vërteta. Unë jam Por me Rakibin, me Ylli Rakibin. Po ai është ignorant, ai është budalla, nuk lexon as një libër as një gjë. Më tha pse I quan që fut këta janë është ignorant, nuk ka faj, është ignorant. S'ka lexuar as një libër në jetën e tij, nuk e ka iden se çfarë bëhet. Tërë jetën ka bërë pazare, ka shitur bythën servil, njëherë majtas, njëherë djathtas. Sa në Partinë Socialiste shkon në për festa kur vjen Partia Socialiste në pushtet, sa Partia Demokratike, sa me Bashkim Gazideden me shikun e Bashkim Gazidedes me gazetën Albania. Pra, vith prona këte, vith toka këte, luaj kumar gjithë ditën, s'ka kohë I shkretit të mësoj. Olso, si e lexon këtë panoramën mbas ndërhyrjes amerikane? Tani ndërhyrja amerikane që ndodhi në datën e djeshme 22 qershor është kulminacioni I një lufte që nuk ka nisur sot. Ka nisur që në vitin 1979 kur në shkurt të 1979 apo në Bahman, sikur e quajnë iranianët muajin shkurt, iranianët dëbuan Shah Muhammed Reza Pahlavin nga pushteti dhe themeluan Republikën Islamike. Themelimi I Republikës Islamike të Iranit ishte tragjedia më 1979. 79. Po. Ishte tragjedia më e madhe për imperializmin judeo-amerikan në lindjen e mesme, nga që deri në këtë moment armiku kryesor I judeo-amerikanëve ishin arabët, ndërsa Irani ishte shtet klient, sikur është Shqipëria sot. Dhe Muhammed Reza Pahlavi ishte një diktator që shndronte në pushtet fal mbështetjes amerikane. Po kur erdhi Khomeini në pushtet, ai përpunoi ideologjinë e vilajetit të fakihut, ku pak a shumë Irani apo Teherani u kthye sikur ishte Stambolli në kohën e Osmanlive. Nëse deri në 1918 muslimanizmi botror ishte një pap, që ishte kalifi I Stambollit, I cili mbronte tokat e shenjta. Në 79-ën erdhi një imam I cili e zëvendësoi kalifin dhe sapo imam Khomeini merr pushtetin, ai shpall që një nga objektivat e islamit global është çlirimi I Palestinës nga zionizmi. Dhe që nga viti 1979 Irani ka parë vetëm luftë. Pak muaj pasi revolucionarët iranian arritën që të konsolidojnë pushtetin, amerikanët shtyn Saddam Husseinin nga viti 1980 deri në 1988, që është ashtu lufta Iran-Irak, ku Donald Rumsfeld, personi që më pas do të arrëzoj Saddamin dhe do të vrasi, kur në atë kohë ishte I dërguari special I presidentëve amerikan, ishte ai që shkonte në Irak dhe armatosi Saddam Husseinin me armë kimike dhe biologjike. Amerikanët çfarë nuk bën për ta rrëzuar Republikën Islamike, por edhe pse bën 8 vite luftë, ata dështuan që ta rrëzonin. Më pas, me rënien e Bashkimit Sovjetik, amerikanët dhe zionistët, personat mund të shohin në internet videot e Benjamin Netanyahu, që shumë vete I kanë bërë kolazh. Netanyahu I kërkon të amerikanëve që duhet të rrëzojmë Bashkimin Sovjetik, dhe pasi ta rrëzojmë Bashkimin Sovjetik, duhet të rrëzojmë satelitët e tij që mbështesin Palestinën. Dhe fillimisht kuptohet amerikanët shkuan kundër Saddam Husseinit, nga që ai ishte gjeografikisht më I afërt dhe më I pranueshëm nga bota sunite, dhe pas shkatrimit të Irakut shkuan kundër Yemenit, Libanit, Libis, Siris, Sudanit, Somalis dhe kështu me radhë. Dhe ajo që ndodhi para domethënë dje, është thjesht kulminacioni një seri luftrash. Irani me Judeo-Amerikën, unë domethënë preferoj mos ta ndaj Amerikën nga Izraeli, dhe mendoj që termi më I mirë mund të jetë Judeo-Amerika, sikur edhe Samuel Huntingtoni thot në librin Who Are We, kush jemi ne? Që e ka botuar shtëpia ime botuese.
Po, Samuel Huntingtoni në këtë libër, por ai fillimisht nis me përleshjen e qytetërimeve. Po. Ai në 93-shin bën artikullin e tij të parë, pasi kishte rënë Bashkimi Sovjetik, ku thotë që lufta e radhës do të jetë me Kinën dhe me Islamin. Dhe më pas në librin Who Are We, kush jemi neve, ai thotë që ne jemi judeo të krishterë. E konsolidon këtë term dhe kuptohet që armiku që do paturohet në këtë mënyrë, në këtë kohë do të jetë bota islamike, por sigur përmenda më herët, Davidi të krishterët protestant kryesisht dhe katolik, po jo ortodoks në kjo përcaktim. Po, domethënë bëhet për protestantët, ata i manipulojnë katolikët, se katolikët historikisht kanë qenë anti-çifut, për personat që njohin teologjinë katolike, papët për çdo krishtlindje luteshin për konvertimin e çifutëve, dhe personat që njohin historinë e Evropës, ata e dinë që katolikët që nga Polonia deri në Francë kanë bërë programe e vrasje masive të çifutëve, nga që historikisht i shikonin si popull i mallkuar, popull hajdut, që kishte vrarë profetin në tyre kryesor, Jezu Krishtin. Kishte vrarë Krishtin. Dhe ata gjithashtu dinin edhe shkrimet çifute kundër Jezu Krishtit, dhe për këtë nuk i falnin kurrë. Po ç'a ndodhi është që me rënien e Bashkimit Sovjetik, përpara se të bjerë Islami, ra katolicizmi. CIA me Mossadin izraelit morën kishën katolike nga brenda, instaluan pap, shumica e tyre pederast që i kishin me video, në mënyrë që papët të rrinin urt dhe mos t'i bënin më probleme. Po dua dal tek Irani. Irani ka qenë obsesion për zionistët që në vitin 1979, është një libër International Terrorism, apo terrorizmi ndërkombëtar, libër që është procedimet e një konference që babai i Benjamin Netanyahu do të bëjë në Jeruzalem, në institutin Jonathan quhej vllai i Benjamin Netanyahu që e vran ugandezët kur Izraeli sulmoi aeroportin e Ugandës në kohën e Idi Aminit, dhe në këtë konferencë babai i Netanyahu Benzion Milejkovski specifikon që armiqtë tanë janë Bashkimi Sovjetik apo Rusia, vendet arabe, dhe aty specifikohet që është edhe Irani. Më pas, në vitin 1995, Netanyahu që ndjek rrugën e babait të tij dhe në 96-ën do bëhet ministër i jashtëm i Izraelit, ai boton një libër Fighting Terrorism, lufta kundër terrorizmit, ku nëse dikush e lexon atë libër, ai është libër kundër demokracisë. Ai thot pak a shumë që s'duhet të jetë më demokraci, nuk duhet të ketë më drejta njeriu, pak a shumë i apelon perëndimit që të kthehet në fashizëm, thot nuk duhet më të kemi më as konsiderat, as respekt për islamikët, se ai thot që këta një ditë do godasin World Trade Center, qendrën botërore të tregtisë, kullat binjake, e thot në 95-ën, dhe thot armiku më i madh i gjithë këtyre vendeve arabe që ai vën është Irani. Dhe thot ne duhet të bëjmë çfarëdo që të jetë mundur që mos ta lejmë Iranin që të prodhojë bombën atomike, nga që nëse ata do prodhojnë bombën atomike, ne nuk do t'i mundim dot më, dhe ata do të thonë ndihma e Allahut erdhi tek ne. Ky fiksim i Netanyahut me Iranin, ai do ta trashëgoj nga baba e tij. Në profilin tim në Twitter bëra forward një video që Netanyahu e postoi në profilin e tij në Twitter përpara 2 ditësh, ku është një deklaratë e fundit përpara se të vdiste i babait të tij, Benzion Milejkovskit, ku ky polaku, ky slavi çifut, babai i tij, thoshte që pa e zhdukur Iranin, ne nuk do mbjetojmë dot. Pra, këta e kanë obsesion familjar Iranin. Dhe nga që e kanë obsesion familjar, Netanyahu ka dedikuar jetën e tij që pasi i ka shkatruar të gjithë popujt arab, sipas një studimi të Universitetit Brown
pas sulmeve terroriste të 11 shtatori që i bëri Mossadi Izraelit, dhe asaj që presidenti Bush quajti War on Terror apo lufta kundër terrorizmit, amerikanët kanë vrarë në botë 4.5 milion musliman. Domethënë është bërë holokaust nga Afganistani, Pakistani e deri në burgjet e Shqipërisë. Ku kemi gjithë ata musliman shqiptar e hoxhallar që deri në këto momente mbahen në burgje, disa veta nuk e dinë edhe pse janë këta nëpër burgje. Por obsesioni i Netanyahu dhe i zionizmit ishte që fillimisht duhet ta shkatrojmë këtë botën sunite që është më afër Palestinës dhe më pas ngjelet Irani. Por Irani që e kuptonte këtë lojë në vitin 2003 kur amerikanët do ta pushtojnë Irakun dhe do ta kapin Saddam Husseinin, ju kundërpërgjigj me atë që u quajt boshti i rezistencës, duke krijuar aleatët e vet që nga Jemeni, Iraku, Siria, Libani dhe Palestina. Por me luftën që nisi në datën 7 tetor 2023, Izraeli kërkon të bëjë atë solucionin final kundër islamizmit, kundër arabizmit dhe në veçanti kundër Iranit. Dhe pasi Netanyahu arriti suksese duke shkatruar Hezbollahin, Hamasin, duke vrarë me qindra e mira dhe duke vrarë edhe në këto momente palestinezët e Gazës, suksesi i tij i fundit erdhi në dhjetor të vitit 2024 kur shkatroi Sirinë me ndihmën e Al-Qaidës dhe Abu Muhammad al-Jolanit ose për ndryshe Ahmed Sharës, që është në pushtet. Dhe pasi Izraeli arriti gjitha këto suksese, i kërkoi Trumpit, i tha që tani do merremi me Iranin. Ne dim që Trumpi në këto 3 muajt e fundit ka patur negociata me iranianët, ku i kërkonte iranianëve që të kapitulonin. Dhe sikur Netanyahu ka deklaruar, ai donte një kapitullim sipas versionit libian. Për ata që nuk e mbajnë mend, në vitin 2003 në dhjetor, 5 ditë pasi amerikanët kapën Saddam Husseinin, Muammar al-Gaddafi u dorëzua. Ai kontaktoi amerikanët, në atë kohë britanikët parë, kryeministër ishte Tony Blair, dhe amerikanët, ku i shiti programin sekret nuklear që kishte Libia, i dha amerikanëve të gjithë programin e tij raketor, dhe ai kujtoi se duke ju dorëzuar judeo-amerikanëve, ata do ta falnin. Dhe ne dim kush është përfundimi. Libia u çarmatos, më pas Libia u dojsh, Gaddafi u vra, dhe nuk ka më Libi. Tani libianët janë kthyer në epokën e gurit. Pra, iranianët duke kuptuar këtë nuk u dorëzuan, dhe Netanyahu, i cili mbante nën kontroll Donald Trumpin, dhe sikur e përmendët edhe ju, në këto ditë po dalin video edhe foto të Donald Trumpit duke shkuar me vajzat vogla e ndoshta edhe duke u palluar me burra, dhe duke qenë që ata kanë një dosje të madhe për Donald Trumpin dhe të cilin edhe e plagosën gjatë fushatës elektorale, me atë djalin që i gjuajti me sniper dhe më pas e vran sniperistin, sikur vran edhe Lee Oswaldin, personin që i bëri atentatin Kennedyn, ata kanë futur Trumpin në Graz. Trumpi është sklav i Netanyahu dhe i zionizmit. Dhe pasi i dhan Trumpit një afat 2 mujor që të negociojë me Iranin, sepse Trumpi personalisht nuk ka dëshirë të bëjë luftë nga që Amerika është shkatruar. Sikur tregonte në vitin 2024 në postimet e tij në Twitter, Trumpi thoshte se këto luftra që ka bërë Amerika, endless war që i quante, apo luftat pa fund, na kanë shkaktuar $8 trilion borxh. Pra, ekonomia amerikane është duke u zhytur fal Izraelit, sepse është Izraeli dhe në veçanti Netanyahu, ai që i tërheq përfunde të gjithë presidentët amerikanë, i shantazhon dhe i hedh në zjarr dhe në luftë. Por pasi Trumpi nuk arriti që ta detyronte Iranin që të pranonte kushtet e Izraelit, jo të Amerikës, se duhet serojmë diçka për shikuesit tanë. Irani me Amerikën nuk kanë asnjë problem. Amerika qëndron një oqean mathan. Interesi i vetëm dhe arsye vetme pse Amerika përzihet në lindjen e mesme është zionizmi dhe Izraeli.
qytetarët amerikan janë perfekt me arabët. Arabët i shesin naftë, paratë e naftës i depozitojnë në bankat e çifutëve të New Yorkut. Pse duhet shkojnë në luftë arabët, iranianët, islamikët në Amerikën? Nuk kanë asnjë arsye. E vetmi është Izraeli. Dhe pasi Trumpi nuk arriti për 2 muaj që i binte iranianët që të dorëzoheshin, në datën 13 qershor, ne patëm Netanyahu që lëshoi operacionin e tij të befasishëm duke sulmuar Iranin, duke bërë atë që askujt nuk e priste mendja, por pasi Irani ju përgjigj në mënyrë të suksesshme, për personat që e njohin Tel Avivin, le të bëj një rezume duke marrë hartën e Tiranës. Irani ka bombarduar qendrën e Mossadit, i bie sikur Irani të bombardonte shihun që është e Oxhagu. Irani ka bombarduar institutin Weizmann, i bie dhe institutin Herzliya, i bie sikur të bombardoj shkollën e bashkuar. Irani, apo edhe zyrat e antiterrorit. Irani ka bombarduar lagjet kryesore të Tel Avivit. 1/3 e Tel Avivit është shosh. I bie, nëse marrim hartën e Shqipërisë, të Tiranës, sigur Irani të hedhë një raket termobarike balistike në Laprak, një në Tiranën e Re, një në Kombinat, një në Alidem. Pra, sheshet kryesore të Tel Avivit janë rrafshuar. Dhe ne kemi parë në televizione rrafshimin që bëjnë këto raketa, e që Irani në gjithë këto vite që kanë qenë nën sanksione, ku nuk i lejohej që të blente asnjë aeroplan, arriti që të zhvillojë teknologjinë e tij, fillimisht me ndihmën e Libisë, Korez Veriut dhe të Sirisë, duke kopjuar raketat Scud të Bashkimit Sovjetik, por më pas ka zhvilluar sistemin e tij raketor, ku me raketat e tija hipersonike as sistemet antiraketore amerikane dhe izraelite nuk kanë që t'i bëjnë, dhe Irani ka shkatruar shtabin e ushtrisë të Izraelit, ka goditur stock exchange-in, sigur i bie Emiratin e Tiranës, sigur godasi bankën kombëtare, dhe ka rrafshuar portin e Haifës. Haifa me Tel Avivin janë sikur Tirana me Durrësin. Sigur është Durrësi porti kryesor ku bëhet tregtia e Shqipërisë, kështu është edhe Haifa. Aty janë cisternat e naftës, sigur i ka qetë kastratin në Porto Romano, dhe të gjitha këto Irani ja ka djegur. Dhe duke qenë që Izraeli nuk po e mbante dot më luftën me Iranin, ata ngelën duke i bërë presion Trumpit. Filluan që në ditën e 3 pasi nisën sulmet, kur e pan pushin raketore të Iranit, biles qarkullon edhe një video në internet ku disa qytetarë i vërsulen këtij ministrit arab Çifut Ben Gvir, kur i thon çfarë na bëre, i thon, pse hape luftë me Iranin, dhe i thot, po ku e dinim ne që Irani kishte këto raketa? Dhe Izraeli në këto momente është në një gjendje paniku, se dua të them diçka çako në Tiranë, në Shqipëri, edhe në Perëndim zatën, ka shumë dezinformacion. Përpara teje isha në MCN TV me një gazetare ku ishte edhe ky Ilir Kalema i Universitetit Turk të New Yorkut, po se ai, domethënë, fliste politikisht korrekt. Kupton, edhe i tregova që ju Irani është terrorist, është ju Irani po bombon, ju Irani kështu. Thash, dëgjoj zonjë dashur. Irani në 200 vite nuk ka sulmuar në një vend. Por kush i ka sulmuar gjithë vendet fshinjë arabe? Izraeli. Nuk ka vend të vetëm arab që Izraeli nuk ka vrarë njerëz. Domethënë në këto momente që ne flasim, Izraeli është në luftë me 6 vende arabe. Në këto momente po bombardon Libanin, Sirin, Irakun, Yemenin, Iranin, edhe Palestinën, edhe Sirin. Kupton? Është vend që vetëm brak. Por ata kanë këtë mjeshtrinë e atë që quhet Hallvara, Fredi, apo dezinformacion. Janë mjeshtra të manipulimit. Edhe po i thoja gazetarët edhe shkreta ku habit, tha, si po fiske ti tha, si kam dëgjuar këto gjëra në median tonë. Me thashun jam nga bota islamike, unë i thash, se i shohim ndryshe gjërat. Se Ilir Kalema thoshte Irani shtet terrorist, mulla, teokracia. Thashun dëgjoj zonjë dashur, Izraeli vetë është teokraci. Si the zonjë dashurit? E nderuar. Po. I thash Ilirit i the kështu. Jo, gazetar, jo Ilirit. Edhe i thash që Irani, Izraeli vetë është teokraci, sepse
Mbi çfarë baze u ndërthua Izraeli? Çfarë thot Netanyahu kur i thon njëri dorë pse keni ardhur këtu? Na ka thënë Zoti në Bibël thon. Dhe ndërtimi i shtetit të Izraelit është një teokraci raciste ku këta ashkenazët që ndërtuan vendin përjashtojnë të gjithë njerëzit e besimeve të tjera, biles racizmi i tyre është edhe sigur edhe ti e di më mirë se sa unë, edhe kundër vetë çifutëve semit që janë këta arabët, etiopianët e tjerë e tjerë. Edhe dua dal te bombardimi që bëri Trumpi është se Izraeli po e kupton që nuk e ha dot luftën me Iranin. Po, Izraeli ka teknologji superiore, ka spionazh superior, i kontrollon njerëzimin nëpërmjet këtyre telefonave që unë edhe ti dhe gjithë kemi. WhatsAppi është spioni numër 1 që ata kanë. Telefonat kur ata duan sigur bën në Liban në 2024-ën, i kthejnë nëpër bomba, na i shpërthejnë edhe na vrasin me telefonat që kemi nëpër xhep. Është shteti më i djallëzuar i botës. Por është diçka që Irani është superfuqi. Irani është 1.600.000 kilometra katror. Izraeli është vetëm 22.000 kilometra katror, është edhe më i vogël se sa Shqipëria. Dhe nëse e masim me hartën e Evropës, madhësia e Izraelit me Iranin është sikur Shqipëria që shpalli luftë Spanjës, Francës edhe Gjermanisë. A mendoni dot që ka bët Shqipëria që shpalli luftë Spanjës, Gjermanisë edhe Francës? Asnjëherë, nuk ka shanse. As matematike, edhe me teknologjinë superiore që kanë izraelitët. Po e zëm se ne do ishim Izraeli edhe do na mbante Amerika në F-35 të fundit, me avion spion e tjerë. Është thjesht madhësia e Iranit. Dhe nga që izraelitët e kuptuan që edhe pse këta kanë superioritet me satelit, superioritet spionazhi, superioritet teknologjik, ata nuk mund që ta mundin dot Iranin. Një ditë bombardime që bën Izraeli me avionët F-35 që çohen nga Kipro, sepse harrova të përmend këtë që Irani i ka bombarduar të gjithë aeroportet ushtarak të Izraelit. Domethënë i bie siguri, po të marrim shumë në Shqipëri, sigur Irani të bombardoi aeroportin e Rinasit, edhe të Vlorës dhe të Kukësit. Dhe edhe avionët që përdor Izraeli çohen ose nga vendet arabe ose nga Kipro dhe furnizohen në ajër nga cisternat amerikane kur bëjnë bombardim. Po një ditë bombardimi që Izraeli bën i kushton $250 milion. Pra, matematikisht, ekonomikisht, Izraeli nuk e mban dot luftën. Biles në këto momente përpara se të bënim lidhjen bashkë, po lexoja në internet, $730 milion argjon në ditë sot me Iranin. Me Hamasin ka shpenzuar sa 2-3 muaj luftë, ka shpenzuar rreth $70 miliard. Po, dhe gjitha këto paguhen nga ta. Sikur të bëj një muaj luftë me Iranin, me këto lloj shpenzimesh ditore, i bie që shpenzon $250 miliard brenda një muaji, gjë që e ka të pamundur, dhe kjo është arsyeja pse ata kërkojnë o ta nënshtrojnë shumë shpejt, ose për ndryshe të bëjnë marrëveshje paqe nëse do jenë vetëm këto dy palë. Kurse nëse do hyjnë amerikanët për një periudhë të gjatë kohe edhe lufta do përhapet, atëherë Izraeli është komod sepse le të tjerët luftojnë edhe vetëri të rreshur. Dua të dalë te bombardimi i djeshëm. Pse këta e mbytën Trumpin? Biles Netanyahu ka shkuar 3 ditë më herët në Shtëpinë e Bardhë dhe Jeruzalem Posti tregonte që ai kishte shkuar dhe Trumpi kishte refuzuar që ta takojë. Nga që Trumpi, kur erdhi në pushtet, sigur e përmend edhe ti në hyrje, e sponsorizuan këta nacionalistët e bardhë, që nuk janë anti-hebrej, por janë anti-zionistë. Dhe ne kemi parë rebelim të bazës së Magas, që nga Tucker Carlson dhe Steve Bannon, që kanë dalë hapur edhe thonë, ore, ç'a na ndodhi? Këtë njeri Trumpin e sollëm neve. Elon Musk pagoi miliona dollar që e solli pushtet. Edhe të gjithë thonë, ç'a na ndodhi? Kush na e mori? Këta i kanë gjetur telat Trumpit dhe arsyeja pse Trumpi ka bombarduar dje stacionin nuklear të Fordos, të Isfahanit edhe një tjetër nga Rovës i quhet,
nuk ishte se bombardimi amerikan i këtyre stacioneve nukleare do të jepte fund programit nuklear iranian. Numër 1, iranianët i kanë hequr uraniumin dhe centrifugat e uraniumit që përpara se të niste kjo luftë, sepse ata e dinin që do vinte. E dyta, bombardimi i këtyre centraleve është sikur fjala bie Shqipëria të bëj luftë me Amerikën edhe të bombardoj Amerika kombinatin e tekstileve Stalin, metalurgjikun Drita e Partisë në Elbasan edhe kombinatin e tekstileve Berat. Asgjë. Arsye pse këta e shtyn Trumpin është se këta duan që iranianët të godasin bazat amerikane dhe pastaj do ta vëjnë Trumpin me duar për muri, do ta çojnë në Kongresin Amerikan që Amerika zyrtarisht të hyjë në luftë me Iranin. Pra, pse e goditën ata këto centrale, pse e nxitën Amerikën, është se duan që iranianët të bëjnë një Pearl Harbor dhe iranianët e bëjnë shumë kollaj, sepse i kanë të gjitha bazat amerikane që nga Katari, Bahreini, Arabia Saudite, Kuwait i kanë afër edhe Turqia, por Irani deri tani e ka kuptuar lojën dhe pasi u goditën centralet atomike, çfarë Irani bëri? Bombardoi prap Tel Avivin, Haifën, biles tani përpara se të lidhja me ju në transmetim, Irani sapo kishte bombarduar qytetin e Ashdodit, kishte bombarduar centralin elektrik dhe sigur tregon Jeruzalem Posti, në këto momente 8.000 çifut janë pa rrymë elektrike. Dhe përveç saj, bombardimet që Irani ka bërë Izraelit, ka çuar me mijëra çifut që të ngelen pa banesa. Besoj se edhe ju keni parë videot se si ata flenë nëpër tunele edhe nëpër bunkere dhe dalin me vrap me brek, që janë popull frikacak, kur satelitët u tregojnë që po vinë raketat e Iranit. Dhe puna është kështu që Izraeli me gjithë teknologjinë superiore që ka, me gjithë lekët pafund që ka, që u avjedh arabëve dhe amerikanëve, nuk mban dot një çfarë quhet war of attrition. Biles edhe Netanyahu e deklaroi sot në një deklarat për shtyp, tha, we don't intend to have a war of attrition with Iran. Ne tha, nuk duam që të bëjmë një luftë shkatrimtare me Iranin. War of attrition në konceptin e luftës konvencionale është që ti lufton me armikun tënd, ku as ti nuk e mund dot armikun dhe as armiku nuk të mund dot ty, por ju luftoni derisa njëra palë të lodhet nga shkatrimi i madh. Dhe Izraeli ka 2 milion % të qartë që nuk ka çati bëj Irani. Po, Izraeli, për shembull, tani që ne po flasim, ka bombarduar një spital në Teheran, ka bombarduar institucione të Republikës Islamike, policira, gazerma ushtarake e tjerë, ka bombarduar baza raketash, aeroporte, por bombardoi, e çfarë pasoj? Burgjet kërkojnë që të dalin burgosurit. Në këto momente që ne po flasim, ka bombarduar burgun e Evinit, është si të bombardoi burgun 313 në Tiranë, sepse qëllimi është se është edhe kjo gjë tjetër, se dha një deklaratë për shtyp Netanyahu para 3 ditësh kur e pyetën Hamar, i thanë gazetarët, po tani çfarë do bëjmë? Edhe tha, qëllimi ynë tha është të sulmojmë programin nuklear të Iranit, programin raketor, ta çojmë vite mbrapa, por ndryshimi i regjimit tha, i ngel popullit iranian. Dhe çka ka bërë Izraeli në këto 30-40 vite, me gjithë amerikanët, gjermanët, francezët, britanikët dhe gjithë aleanca zioniste kanë shpenzuar miliarda dollar. Regjia. Më dëgjon? Po. Kanë shpenzuar me miliarda dollar duke rekrutuar iranian për tradhtar. Dhe 90 apo 80% e vrasjeve që janë bërë në Iran në këto 10 ditë luftë nuk i ka bërë Izraeli, por i kanë bërë bandat me diversant, sikur janë mujahidinët që ne kemi në Manës. Organizata sikur mujahidinët e Manzës kanë agjentët e tyre, të cilët i paguajnë, biles edhe mediat iraniane kanë treguar, i kanë armatosur me drone, me sisteme raketore, ku shkojnë edhe vrasin njerëz në përshpirat e tyre. Megjithatë, por Iranin ky nuk është problem, Irani është përballur edhe në të kaluarën me kështu lloj sulmesh,
Dhe sikur deklaroi presidenti Putin, se kur nisi sulmi i Izraelit në 4 ditët e para Rusia po rrinte urt, por më pas, përpara 3-4 ditësh, presidenti Putin dha një konferencë për shtyp dhe tha, me rëndësi tha, është që regjimi nuk ka rënë në Iran, por populli po e mbështet regjimin. Sepse plani i judeo-amerikanëve ishte që ne duke vrarë krerët e Republikës Islamike, do ta çojmë popullin që të çohet kundër regjimit. Tani në Iran një pjesë e madhe e popullit nuk e do regjimin, ka që janë popull, domethënë ka pushtetar të korruptuar, ka varfëri në vende të tjera e tjera. Por ç'a ndodhi është që bombardimi që i bëri Izraeli dhe më pas Amerika i ka bërë iranianët që të solidarizohen me shtetin e tyre. Ata janë solidarizuar rreth flamurit dhe po luftojnë për flamurin e tyre. Dhe kur një popull solidarizohet për flamurin, ti s'ke çfarë të bësh. Dhe biles po shikoja një video para pak orësh, ku një person që s'kishte shkuar ndonjëherë në xhami, ishte në krahinën në rajonin e Isfahanit, më duket, apo nuk e di se ku ishte, do thoshte unë jam 35 vjeçor se s'kam ardhur ndonjëherë në xhami, po tani kam marrë në xhami edhe do t'i bëj nonën amerikanëve, thoshte. Sepse çfarë po bëjnë budallëjt izraelit edhe amerikan, ata po vrasin qytetarë iranian, po bombardojnë qytete, fshatra, baza ushtarake, shkolla, dhe ky ka efektin e kundërt. Sepse në vend që këta sikur donin, sikur kanë bërë siç bën në 2022-shin me protestën e Mahsa Aminit ku paguanin kurva që dilshin në rrugë dhe prisnin flokët e hishin brekët e thonin na mbulojnë hoxhallarët, nuk duam mbulohemi të vrasim hoxhallarët. Ajo që këta kanë bërë me shumë sukses në të kaluarën, duke i radikalizuar shumë shtresat të shoqërisë kundër islamit, dhe hoxhallarët i lanë ato masa që kishin, tani çfarë bën është që të shohësh nëpër intervistat e Al Jazeerës dhe tjerë, ke femra pashami, njerëz që nuk duan ta dinë për islamin, që po dalin dhe po brohorasin Death to America, Merk ver Amerika, vdekja Amerikës, vdekja Izraelit. Dhe punët nuk duken mirë për Izraelin dhe për Amerikën. Dhe për këtë arsye ndodhi bombardimi i djeshëm. Në këto momente që ne po flasim, izraelitët i kanë çuar mesazh Iranit nëpërmjet Katarit dhe Arabisë Saudite që i thonë hajde bëjmë pazar dhe bëjmë paqe. Ka që Izraeli nuk e mban dot luftën me Iranin. Jo se nuk ka spionazh, jo se nuk ka para, jo se nuk ka teknologji, jo se nuk është i djallëzuar, por thjesht Izraeli është një bëzvend. Dhe Irani ka mundësi nëse vazhdon kjo lloj lufte, ta djegë të tërin dhe po e dogji të tërin. Ëndra e zionistëve për të krijuar shtetin e Izraelit do marrë fund. Dhe do të themi edhe gjë tjetër që gjithë justifikimi që u dha për sulmin e Iranit është Irani do zhvilloj bombën bërthamore dhe po e zhvilluan ata do bëhet nami, se këtë bisedë po bëja edhe në MCN TV, i thash, po dëgjoj zonjë, Anglia e ka bombën, Franca e ka, Rusia e ka, Pakistani e ka, India e ka, Amerika e ka, Kina e ka. Ku është problemi që ta kenë edhe Irani? Izraeli ka mbi 400 bomba atomike. Por Irani nuk ka sulmuar asnjë vend në 200 vitet e fundit. Pse nuk i le kontrollorët ndërkombëtar të vinë të kontrollojnë, thotë, pa ata izraelitët, pse nuk i putin kontrollorët ndërkombëtarë si pranojnë kur. Po, shiko, Olsi. Kjo është poshtërsia e këtij sistemi. Domethënë, Iranin e goditën vetëm se kishte centrale atomike, ndërsa Kennedyn Ben Gurioni e vrasë të linde programin bërthamor në Dimona. Në vitin 63 dha dorëgje David Ben Gurioni disa muaj para se të vritej Kennedy dhe ka mbajtur një fjalim ku e mallkonte dhe i theshte hapur që domethënë ky duhet eliminuar, duhet vrarë. Ky president që po na ndalon ne në aspiratën tonë kombëtare. Olsi, si mendon ti, kjo ka qenë, ky veprim i Trumpit ka qenë sa për të larë duart me këtë veprim duke mos i bërë asnjë lloj dëmi të drejt për drejt, do me thënë Iranit, dhe për të justifikuar para presioneve të mëdha dhe shantazheve që mund t'i kenë bërë, apo presidenti Trump e ka bërë këtë me bindje dhe me dëshirë dhe është përpjekur të shkatroj programin bërthamor. Ndërkohë, mbajmë të pyetje, ndërkohë Dmitri Peskov, zëdhënësi i qeverisë ruse, deklaroi që dy gjëra, që ne nuk do ta falim në qoftë se
Mossadi dhe CIA, shërbimet sekrete të Perëndimit vrasin këtë Khamenein, Ayatollahun e madh, dhe e dyta, këta kanë thënë që nuk është problem, edhe në qoftë se jo vetëm që s'kan bërë asgjë, thot atje, nuk i kanë bërë ndonjë dëm teknologjisë për pasurimin e uraniumit të Iranit, pra për zvogluar kapacitetet ose për të shkatruar kapacitetet për të prodhuar armën bërthamore. Por në qoftë se do të jetë nevoja, pastaj ne do ta ndihmojmë sot Iranin që ajo ta ketë armën bërthamore, pra dhe mund t'ja shesin, t'ja japin të gatshme. Njëkohësisht kemi parë që Kina, e cila është blerësja më e madhe e naftës Iranit, bler rreth 60% të prodhimit botëror, pra që është 30%, pra 18% të prodhimit botëror i ble vetëm Kina nga Irani, dhe ndërkohë ka rrezik që të mbyllet ngushtica e Hormuzit dhe Kina të mos furnizohet me naftën e Iranit. Por ndërkohë Rusia me Kinën kanë rritur kapacitetet dhe mundësitë për të tregtuar naftën ruse në Kinë. Tashi Kina ato ditë e para ka qenë nga shtetet e vetme ditën e tretë të luftës midis Izraelit dhe Iranit, që ka bërë disa shkarkime me të paktën 3 avion të mëdhenj civil, të cilët fikën dhe ato aparatura, transponderat që kanë avionët, dhe kishin deklaruar një linjë tjetër udhëtimi dhe u kthyen dhe u ulën në Iran, dhe Kina u tregua e para shumë e gatshme për të ndihmuar Iranin, gjë të cilën e bëri dhe në luftën midis Pakistanit dhe Indin, ku ndihmoi Pakistanin, dhe Pakistani me armët mbrojtëse që i dha Kina, i rëzovi 3 a 4 a 5 avion francez, dhe kori një sukses të papritur për Indin, Pakistani me ndihmën e Kinës. Para se të fillonte goditja disa ditë para që Amerika goditi Iranin, në Shtëpinë e Bardhë u bë një takim midis ministrit të mbrojtjes të Pakistanit dhe presidentit Trump, ku presidenti Trump dukeshe me gjuhën e trupit, ishte shumë i kënaqur nga biseda dhe vazhdimisht tregonte gjeste afrimiteti me ministrin e mbrojtjes të Pakistanit. Nuk e dim çfarë mund të ketë luajtur, si mund të jetë kombinimi i ardhshëm në luftë, do të pranoj Kina të bëjë një proxy war ashtu si në Pakistan kundër Indisë dhe tashi me Iranin kundër Perëndimit, dhe Rusia a do të mund të angazhohej në një luftë në jug të saj, pra në jugun e kufinëve të saj, në kufi me Iranin, apo lufta në cilën ndodhet në Ukrainë ja zbeh fuqinë Rusisë për të mbajtur 2 fronte lufte, apo mos ka një marrëveshje paqe një marrëveshje mirëkuptimi mes 2 superfuqive botërore ushtarake, siç janë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia ose Putini dhe Trumpi, për të ndarë zonat e tyre të influencës. Putini në Ukrainë dhe në Evropë dhe Amerika ose Izraeli në lindjen e mesme. Njëkohësisht Olsi, unë dua të them që qëllimi i luftës të Izraelit kundër Iranit është i dyfisht. Në radhë të parë, ata vërtet kërkojnë të mos e lënë Iranin të armatoset me armë nukleare, sepse ata kanë qëllim, jo se e bëjnë këtë nga frika, po sepse kanë qëllim që disa tokat të Iranit deri në Eufrat, ata duan që t'i marrin së bashku me tokat të tjera të vendeve arabe, siç është Iraku dhe vende të tjera, dhe duan të bëjnë Izraelin e madh. Pra shkaku kryesor i gjitha këtyre luftrave
nuk është se Izraeli nuk është i sigurt për çështje sigurie, por sepse ka aspirat që të bëjë Izraelin e madh dhe të kaloj botën nga Pax Americana në Pax Izraeli. Me dy llafe, Olsi, mund të thuash diçka lidhe me këto tema që unë trajtova. Dalim te puna e Rusisë. Putini në ditët e para kur nisi lufta ka qëndruar i heshtur. Sigurisht përmenda më herët, ai ka folur vetëm 4 ditë më mbrapa. Pse e ka bërë këtë gjë Putini? E ka bërë sepse ai e pa me raftin e Sirisë, ku Rusia investoi gjithë ato para, dhe që Asadi ra, dhe në një intervistë që ai dha në dhjetor të 2024-s, ku e pyetën disa pse e le Asadin të vinte, edhe tha si mund ta ndihmoja unë Asadin, tha, kur në Alepo ishin 20.000 ushtarë sirian që nuk gjuajtën asnjë pushk kundër 300 xhihadistëve. Dhe në deklaratën për shtyp që Putini dha para gazetarëve para 3-4 ditësh, ai tha lajmi i parë i mirë është tha që qeveria në Iran nuk po bie. Dhe ky është lajm që unë me sa kuptoj do bëj Rusin që të dalin në krahun e Iranit. Deri tani Rusia nuk ka hyrë drejt për drejt, nga që në ditën e dytë pasi nisën sulmet kundër Iranit nga Izraelit, ndoshta Netanyahu ka patur në mendje që edhe të hedhë bombën bërthamore. Po në qoftë se përmban të luftën drejt asaj do shkonte. Putini ka marrë në telefon Trumpin, kanë patur 50 minuta telefonat, ku Trumpi tha në deklaratën që doli në media, tha më mori, tha Putini, tha, edhe në foli për Iranin, e i thash, ti thash, shiko Ukrainën, Iranin na e lë neve. Domethënë, pak a shumë, Amerikanët i kanë, apo Trumpi i ka ofruar pazar Putinit, i ka thënë, ti na lë neve në Iranin, ne të lëm ty Ukrainën. Pak a shumë si marrëveshja Ribbentrop-Molotov ndërmjet Stalinit edhe Hitlerit. E ndajnë Polonin në gjysmë. Por, Rusia nuk ka interes që të bjerë Irani, se nëse bie Irani, dhe vendoset një regjim armiqësor, sikur është në Ukrainë, që do të thotë vdekje gjeostrategjike e Rusisë. Ti e di më mirë se sa unë teorinë e Zbigniew Brzezinskit, që të digjen kufijtë e Rusisë, që të mbahet Rusia e izoluar. Rusia u izolua nga Evropa me luftën në Ukrainë, luftë e cila tani ka hyrë viti i 3 dhe Rusia nuk po e fiton dot, nga që po lufton me NATO. Dhe rënja e Iranit do të thotë izolim total i Rusisë në hartën e botës. Dhe Rusia ka investuar gjithë ato para që nga ajo linja hekurudhore Trans-Iran-Rusi, që fillon që nga Shën Peterburgu edhe del deri në portin e harrova emrin e ka porti, ku porti iranian, ku rusët e shohin Iranin si zëvendësim të Ukrainës për të patur akses në detet e ngrota dhe në tregjet e botës dhe të botës arabe, Azisë, Afrikës e tjerë. Pra nga ana gjeostrategjike është vrasje për Rusin, po sikur e përmendet ti, Rusia duket që është e lodhur dhe ngjelet për të parë se çfarë do bëj. Në deklaratën që ka dhënë për shtyp Putini thotë që ne i kemi ofruar iranianëve ndihmë sisteme mbrojtëse antiraketore, ata nuk kanë pranuar etj. Nuk dihet se kush gënjen, iranianët apo rusët. Por një fakt është që iranianët i kanë bërë pagesë prej miliona dollarësh Putinit që të marrin avionët Sukhoi, nuk e di si quhen këta, Sukhoi 350 a 50. 350 i ka marrë India tash. Ja prodhimi gjeneratës 5. Dhe Rusia akoma nuk ja ka dhënë. Dhe i kanë thënë Iranit tani që nisë lufta do t'i japin për disa javë. Pra është një lloj loje që luhet. Dhe biles Putini deklaroi para 2 ditësh se kishin pyetur prap, ore a do mbash anën e Iranit apo të Izraelit, e tha se të mbajnë anën kundër Izraelit, kur Izraeli është pothuajse shtet rus. Shumica e çifutëve ashkenaz aty janë rusisht folës. Sepse sigur ma ka thënë vetë Aleksandr Dugini, Putini ka shumë prej çifutët. Sepse edhe sot e kësaj dite, kjo nisi që nga koha e car Aleksandrit II, kulminoi me bolshevikët, do duhej që të vinte Stalini që t'i hishte qafe, po me rënien e Bashkimit Sovjetik, ata akoma kanë pozita kyçe në Rusi, dhe Putini ata i ka shumë frikë, sepse ata mund ta zhdukin. Ndërsa në lidhje me Kinën, Kina, sikur tregojnë edhe shumë burime iraniane, është duke mbështetur Iranin hapur.
me çdo lloj nevoje që ka Irani, biles edhe me teknologji, me ekipe të specializuara në fushën e kibernetikës dhe çdo gjë tjetër. Kina gjithashtu ka interesa jetike me Iranin, sepse është pjesë e projektit One Road and One Belt, një rrugë edhe një brez. Kina duke investuar në Afganistan, dhe në Pakistan, dhe në Iran, dhe në Gjirin Persik. Dhe është pjesë e projektit të saj social imperialist. Dhe Kina nuk ka asnjë interes që regjimi të vjerë në Iran dhe të vijë një regjim kukull. Dhe ngjelet për të parë se si do të zhvillohet lufta Fredi, por deri tani duket që Izraeli është lodhur, ngjelet të shihet në ditët në vijim nëse Irani do të vazhdojë që të godasi me raketat Tel Avivin. Në këtë luftë ka shumë dezinformacion. Në këtë moment që ne po flasim, ambasadat amerikane kanë urdhëruar qytetarët e tyre në Katar, në Bahrein, në Kuwait, në Arabinë Saudite që të largohen nga këto vende, nga që thonë do ketë luftë madhe. Megjithatë, unë uroj dhe besoj që iranianët mos t'i godasin amerikanët. Të gjitha këto vendet arabe kanë dënuar agresionin, dhe Arabia Saudite dhe këto vendet e tjera të Gjirit e kanë dënuar agresionin, por janë shprehur që ka nevojë për bisedime, paqe dhe negociata për të mbyllur luftën. Por unë me sa kuptoj, domethënë, dëshpërimi i Izraelit në këto momente është që Izraeli e pa që nuk e rrëzoi dot regjimin. Izraeli nuk bën dot luftë shkatrimtare apo war of attrition, sepse iranianët e bën për 8 vite me Saddam Husseinin e nuk kanë problem. Kurse që futët si emigrantë që janë nga Ukraina, nga Polonia, nga Londra, nga Brooklyni, rrezik i ke parë vetë videot në internet se çfarë po bëhet? Po bëhet nomi. Tek sot po hypin nëpër anije dhe po arratisin 2 milionë gjysmë po ikin në Kipro. Dhe Izraeli nuk mban dot luftë shumë vjeçare sikur ka mbajtur Iranin të kaluarën, luftën Iran-Irak, sepse tek e fundit fare iranianët janë në vendin e tyre, do vdesin aty batallimot. Por që futët do ikin në Amerikë. Dhe projekti i Izraelit biblik do shkoj për lësh. Prandaj mos është një projekt olsi që të dëmtohet Izraeli në një mas të atill dhe të përpiqen t'i çojnë në njerëzit në mbi Dnjepër aty të ketë një marrëveshje me Putinin për të bërë në Odesa, lart në kufi me Rumaninë, me Hungarinë, me këto vendet, me Poloninë lart. Nuk e besoj sepse se kam filluar të blenë shumë toka atje, sepse njerëzit i kanë braktisur, kanë ikur dhe i kanë pasur me qira, janë toka shtetërore ato të ukrainasve, dhe shumë nga këta kanë vajtur i kanë blerë në shtetin e Ukrainës, ja u ka dhënë Zelenski, gjoja për nevojat e luftës, është duke i shitur ato tokat dhe shumë... Po, e di që po i shet edhe po i shet shumë djerë, se unë di shumë të rinj kanadez, mosha djalit tim domethënë, që po investojnë me kompanin Blackwater e tjerë po blejnë toka, por ato toka unë mendoj ata i blejnë që ti popullojnë me indian një ditë, nga që do të kuptojmë që Ukraina toka i është halmuar nga predhat. Nuk besoj që do ketë qifut që do higi në Ukrainë. Qifutët mezi u larguan nga Ukraina, që nga koha e Aleksandrit II, sepse rusët historikisht i mbajtën si skllevër në Ukrainë. Ata mund të kthehen në Ukrainë, sigur po kthehen edhe në Shqipëri, që të bëhen latifondist, që të jenë pronar plantacionesh edhe pronar fermash. Por jo që të punojnë vetë, se qifuti nuk ka punë me dorë. Në vetëm në kohën historitë njerëzimit që qifutët bën punë me dorë, ishte koha e Hitlerit. Hitleri i tha, lërini bankat, i tha, mos u merrni duke u mbajtur me fajte, hajde punoni si gjithë njerëzit, edhe ata bën namin, çfarë na bëri ky neve. Puna të bën të lirë shkruante atje në ato kampet e përqendrimit. Izraelin e parë në historitë njerëzimit e ka bërë Stalini, Republika e Birobizhanit. E mori Birobizhanin, e ke këtu në hartë, jam këtu ku e kam unë e tregoj me gisht afër Kinës, edhe Xinjianit, u dha gjithë ato territori, i tha, ja ku e keni Izraelit. Ikni, tham, ndërtoni kooperativa, keni shtetin tuaj, u dha qifuçën si gjuhë zyrtare, u dha hebraishten si gjuhë, çfarë doni mo? Jo, nuk duam ne vetë duam punoj. Ai që përmendëm herën e kaluar Hitleri thoshte thuaj, se ta morën në gojë. Hitleri thoshte këta janë si mizat e kalit që s'rojnë dot pa bythën e kalit.
Më kupton, bytha e kalit janë popujt e tjerë, kupton, këta rojnë vetëm në bythën e kalit, vetë nuk punojnë. Po, më falë, ata pse e mbajnë Ramën në pushtet në Shqipëri? Sepse Rama u ka dhënë gjithë ekonominë, na vjetin taksat, punoj unë dhe ti, paguajmë gjakun tonë. Paguan edhe policia antiterrorit, këta fuksat që na dëgjojnë edhe videot, taksohen gjithë, edhe ata marrin gjobat. Që është se janë ndërtuar. Historikisht ata këtë gjë kanë bërë. Mirë, Fredi? ne, Olsi, para të ta mbyll, dua të them dy fjalë që ne jemi të interesuar që luftrat të mbarojnë, të mbyllen në të gjitha drejtimet, të mos kemi rrezik për të ardhmen tonë, për ekonominë botërore, për popullin tonë, por unë mendoj se është një dorë që i drejton të gjitha dhe të gjithë punojnë me email çdo natë, ti do thuash kështu, unë do them kështu, dhe qëllimi unë mendoj që është përhapja e luftës. Dhe në kohën që lufta do të jetë shumë e frikshme në shumicën e vendeve të qytetëruara, këta do të edhin prap do bëjnë një plandemi, do t'i detyrojnë njerëzit në kohë terrorit t'i fusin me ushtri në vaksina me detyrim, pra të realizojnë qëllimin e tyre kryesor që po ndodhin gjithë ngjarje që është depopullimi dhe që i organizon të gjitha City of London aty në qendër, ku kryesorët është familja Windsor dhe familja tjetër që e mbështet financiarisht, që është familja Rothschild, por dhe familjet të tjera që janë bashkuar politikave të eugenistët dhe popullimit, si Rockefeller, Soros, Gates, edhe me radhë shumë nga këta njerëzit e fuqishëm ekonomikisht apo financiarisht. Mirë, Olso, të falenderoj që ishim së bashku dhe bëm si gjithmonë një emision që shpresoj të jetë interesant për ata që na ndjekin, për të mësuar të vërtetën se çfarë thuhet. Ne kemi si busull vetëm të vërtetën dhe sigurisht që nuk jemi kundër asnjë populli, asnjë race, asnjë feje, por ne përpiqemi këtu të themi të vërtetën dhe duke thënë të vërtetën, kuptohet se kush është djalli dhe kush është angjëlli në historinë e vogël që ne përshkruajmë dhe trajtojmë këtu në emisionin ton. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe më përpara ju kujtoj edhe një herë që me mundim të madh të klikoni aty ku thot subscribe, abonohu, abonent bëhu i emisionit, subscribe, nuk ka kuptime thashe dhe kam thënë dhe herë tjera që ven videot nga 20.000, 50.000 dhe ne të kemi 10.000 subscriber ose 10.500 ose 11.000. Është turp. Ne brenda 3 ditëve duhet të shkojmë 30.000, 20.000, në Facebook kemi 55.000 ndjeksa. Kemi 1,5 milion shikime në muaj dhe subscribera 50, 60, 100. Po ngrijo dorën, subscribe në qoftë se e do emisionin ton. Olsi, natën e mirë dhe miru pafshim. Natën, selam aleikum, qofshi mirë. Eyvallah.